është ka përcjellët në pasiguri ekonomike dhe kjo është ka ndikon edhe në pasiguri sociale. Kretë qëto janë temat të cilat i diskutojnë në një panel sonde për minutat e pari kom për veti. Qeni teme mirë, statistika. Dikush thot që statistika është si bikini, tregon gati gjithë shka po i mbulon pjesë ma të rëndësishme. Dikush thot që numrat kur nuk rajnë e fjallët, po kështu që pa statistika s'ka gjë. Cilës do teori që i besoni për statistikat, ato janë modeli shkëlqyshëm i vlerësimit për një dukuri ose për një grup njerëzish. Që për shembull, nëse i lexojmë titujt kryesor të kësaj jave, vrejmë raportime për vrasje. Edhe shumë vrasje, edhe secili rast më i rëndë se tjetri. Çka na hyn këtu në punë statistika, pa i hyn nëse për shembull duam të tregojmë që në 4 vitet e fundit në Kosovë janë konfiskuar rreth 6.000 armë. Tash nëse na duken shumë 6.000 armë të konfiskuara, thirrëmi në një statistikë tjetër, atë të vetë të Ministrisë së Brendshme, që vlerëson se në Kosovë janë mbi 200.000 armë. Rreth çerek milioni armë pa leje. Prej çerek milioni armëve pa leje, policia për 4 vjet i ka konfiskuar vetë 6.000. Nëse policia i lën krejt këto armë në durë të kosovarëve, çka bëjnë gjykatat? Çto jo pret çam. Armbajtja pa leje, edhe pse mund të dënohet me burg, gjyqtarët në Kosovë dënojnë me gjob, me fjalë tjera ti let mundesh me dal me kërcënu njerëz me armë, me ekspozu armë poshtë e përpjet, me zgjujt me armë ku dush, edhe në vëni pagun ca qindra euro edhe në rregull jemi. Sipas Institutit Kosovar të Drejtësisë, në 147 raste të armbajtjes pa leje, 128 dënime janë shqiptuar me gjob, 18 me kusht, 1 rast është dënim me burg. Në përqindje i bie 0,68% të rasteve është shqiptu dënim me burg në rastet e armbajtjes pa leje. Me fjalë tjera, so për gjykata, secili prej neve që i ka 400-500 euro në xhep, shlirë mundet me mojt armatim në xhepin tjetër, nuk të prek kush. Për ma tepër, edhe për ma tepër, në shumicën e vrasjeve, vrasja kurs është krimi i parë për dorasin. Zakonisht janë njerëz të cilët kanë kryer krime më herët, por nuk janë dënu, ose janë dënu me gjoba të vogla, dhe më pas janë trimru deri në atë mos sa t'ja marrin jetën dikujt. A nëse mendoni që gjykatat vetë tek armë pa leje lëshojnë pe, gabim e keni. Një nga shembujt më të mirë dhe më ilustrues se çfarë sistemi drejtësisë kemi është parë këtë muaj. Për shkak të arritjes parashkrimit absolut të ndjekjes penale, gjykata themelore në Prishtinë e ka refuzu akuzën ndaj kryetares kuvendit Albulena Haxhiu, ish deputetëve Palekaj, Donika Kodaj Bujupi dhe Besa Paftiu, të cilët akuzoheshin për posedim të gazit lëtësjellës në kuvendin e Kosovës, atë kur me 2016. Para 10 vjetëve kanë hyrë me gaz lëtësjellës në kuvend, edhe aq të mirë kemi sistemin gjyqësor na, sa që mas 10 vjetëve as që lodhet kush me i gjyku, thotë parashkru Landa. Të lirë jeni, merrni prap gaz lëtësjellësa, kod me ditë çka. Shire, pasiguria politike i konvenon disa partive dhe i konvenon një shtreset të caktuar që për qëllim e ka paralizimin e shtetit edhe stagnimin zhvillimor të Kosovës edhe të kosovarëve. Ama pasiguria juridike është kategori krejt tjetër e domit që na shkakton sistemi keq i drejtësisë. Tash nëse gjykata lejon që ti muhen me armë, ti ekspozosh ato, ti kërcënosh njerëzit, të detyrosh të bëjnë diçka nën ty të armës, edhe nëse gjykata të lën të lirë pas krimeve të ndryshme, na kemi me vazhdu me raportu për vrasje, për fajle, për telashe, ama veç që raportojmë, kemi me qenë ata që e kryjnë punën tonë. Këshire, me 100 shkelje, gabime elementare, redaktoriale, me radhë kamermanëve të dasmave në përvarrime, me një kërë telashe tjera. Po s'po ku mediat janë ka e kryjnë punën e vetë, a politika edhe gjyqësia jo. Mysafir sonde Bejtush Gashi, Ashan Zhala, Florent Zeqaj dhe Valon Prestreshi.